Chiara Tito ka publikuar një foto që ka pushtuar rrjetin dhe ka ndezur zemrat e ndjekësve të saj. Në këtë imazh të ëmbël dhe emocional, shfaqet Luizi duke mbajtur në krah vajzën e tyre Luna Mari, të dy të veshur me xhupa jeans identik. Ky detaj i thjesht por i menduar me dashuri ka bërë që shumë ndjekës ta cilësojnë këtë si një nga fotot më të bukura të postuara ndonjëherë nga çifti. Shikimi i Luizit është i thellë dhe mbrojtës, ndërsa vogëlushja Luna ka një qetësi dhe një shprehje që duket sikur kupton çdo gjë përreth saj. Kombinimi i veshjeve, përqafimi i ngrohtë dhe sfondi i butë krijojnë një atmosferë familjare që flet shumë më tepër se sa fjalët. Kjo foto tregon dashurinë, lidhjen e pathyeshme dhe përkujdesjen që Luizi ka për vajzën e tij. Ndjekësit kanë vërshuar me komente që përshkruajnë emocionet e forta që kjo pamje ka shkaktuar. Disa i quajnë Luiz Ellin një baba model, të tjerë e cilësojnë Lunën si një engjëll që ka ndryshuar për mirë jetën e çiftit. Kjo nuk është hera e parë që Chiara ndan me publikun momente kaq të ndjera familjare, por çdo herë duket se emocionet janë edhe më të mëdha. Fotoja ka marrë mira pëlqime dhe është shpërndar masivisht, duke treguar se publiku jo vetëm që i ndjek, por edhe i do me zemër këto momente të vërteta dhe të papërsëritshme. Lunës i qëndron xhupi si të ishte bërë për të, dhe fakti që është e veshur njësoj si babi e bën këtë çast edhe më të veçantë. Shumë ndjekës kanë komentuar se ky është momenti më i bukur i ditës së tyre dhe që i ka bërë të buzëqeshin. Kjo foto është një rikujtim i thjeshtë por i fuqishëm për rëndësinë e dashurisë familjare dhe lidhjes së pastër mes prindit dhe fëmijës. Luizi dhe Luna janë kthyer në simbol të një dashurie të pastër që të i kalon çdo sukses, famë apo moment kalimtar. Ata janë përqafuar në një mënyrë që e tregon qartë se sa të lidhur janë me njëri tjetrin. E ndërsa jeta publike e çiftit shpesh është në qendër të vëmendjes, është pikërisht kjo ndjeshmëri dhe sinqeritet që i bën ata të dashur për të gjithë. Kjo foto është një nga ato kujtime që do të mbeten përjetësisht në zemrat e ndjekësve. Një moment që nuk ka nevojë për fjalë. Vetëm ndjenjë. Vetëm dashuri. Vetëm baba e bij.